General Prenga, një akt tejet i rëndësishëm, por nëse e zbërthen atë, 4 janë elementet kryesore. Shtetet e Bashkuara mbështesin dialogun Kosovë-Serbi të bazuar në njohje reciproke. Vitet e fundit pati një lloj zbehje të kësaj fjale. E dyta, ndryshimi i kufive, shkëmbimet e territoreve ose ndarjet etnike refuzohen si zgjidhje. Dhe kjo e lidh pra ngusht Kosovën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një element i tretë shumë i rëndësishëm është Kosova mund të antarësohet në NATO në momentin që është gati. Unë mendoj se në këtë fillim viti ky është lajmi më i mirë për Republikën e Kosovës, dhe jo vetëm, por edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor, do thosha. Duke marrë në konsiderat zhvillimet e brendshme politike të vitit e kaluar në Kosovë, ku tashmë kemi patur për shumë kohë një qeveri në detyrë dhe një parlament që nuk arriti dot të konstituosh siç duhesh, atëherë detyrimisht që u bën zgjedhjet dhe nga këto zgjedhje kanë dalë tashmë të qartë dhe është një qeveri që shumë shpejt do të konstituohet, parlamenti dhe gjithë strukturat e tjera qeverisë, sepse viti 2025 që një vit relativisht jo i favorshëm për të realizuar gjitha planet dhe opsionet që kanë patur si projekte Republika e Kosovës në marrëdhënie me ndërkombëtarët, kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian. Në zbatim të atyre procedurave që kanë qenë tashmë të nisura për të eliminuar ose për të shmangur ato 2 pika që në Ballkanin Perëndimor dhe do thosha në Evropë janë pikat më të dobta, siç është Bosnia e Hercegovina dhe Kosova vetë, duke filluar nga veriu që është Mitrovica. Dhe këto 3 pika që ju përmendet, jo shumë larg kohë nga kur ne flasim, ka qenë e përvijuar dhe është hedhur edhe për diskutim që të bëhesh shkëmbim territorësh në Republikën e Kosovës. Flasim gjithmonë jo me këtë qeveri që është sot presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka patur aktor të fuqishëm të cilët nuk e kanë deklaruar, por në një farë mënyrë e kanë pranuar dhe kanë qenë ndërmarrë hapa derisa ajo u bllokuar kryesisht me ndikimin e drejt për drejt të Gjermanisë, atëherë ish kancelare zonja Merkel, e pastaj detyrimisht që ky si plan i përvijuar në disa koka u pushoi se ekzistuar dhe tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë seriozisht, pasi po t'i kthehemi Forcës së Sigurisë Kosovës, që nga momenti i rekrutimit e vazhdimi në mënyrë kronologjike i ecurisë së karrierës së çdo ushtaraku ka mbështetjen totalisht të NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është një shembull për të marrë edhe nga Republika e Shqipërisë dhe nga forcat e saj të armatosura. Sepse janë dhe ata kanë prevaluar në gjitha stërvitet e përbashkët që zhvillohen, në gjitha konkurimet që ka në aktivitetet të ndryshme duke filluar Mbretërinë e Bashkuar në Gjermani apo stërvitet e NATO-s, ata e kanë treguar veten që janë totalisht të, si mund të themi, në nivelet e strukturave të tjera të ushtrive të zhvilluara, të vendet të zhvilluara të NATO-s. Në këto kushte është vetëm faktori politik ai që duhet t'i paraprit tashmë dhe të bëjë detyrat e nevojshme, sepse pjesa e faktorit të Forcës së Sigurisë Kosovës janë një hap para, do thosha. Nuk do të dëshiroje ta pranoje, por janë një hap para. Prandaj pjesa politikës duhet të avancojë dhe ato mangësi që pati për 2025 duhet shpejt t'i eliminojë dhe të ecë në njëjtin hap që po ecën dhe Forca e Sigurisë së Kosovës në lidhje me sigurinë e Kosovës dhe jo vetëm, sepse siguria e Kosovës është një element shumë i rëndësishëm për të gjitha zhvillimet e tjera në rajon. Duke marrë në konsiderat se ne kemi edhe Shqipëria ka nënshkruar vitin e kaluar marrëveshje bashkëpunimi në fushën ushtarake me Kroacinë dhe me Kosovën. Ne kemi dhe marrëveshje të tjera, përveç se tashmë ne jemi antarë të NATO-s, por kam bindjen që edhe Forca e Sigurisë Kosovës i përmbush të gjitha elementet, është çështje kohe për të transformuar në forcë të armatosur të Republikës së Kosovës dhe për të qenë i gatshëm për të pranuar ftesën për të qenë antar me të drejtat plota i NATO-s. Po, General Çollaku, ju keni luftuar në 2 luftra, në Kroaci dhe në Kosovë.